Samiti i 4 i diasporës kulmoi mbrëmjen e të martës me një organizim që ngjiti në skenën e pallatit të kongreseve personalitete të shquara nga vendi dhe bota. Një ndër momentet më të veçanta të samitit ishte ceremonia Shqiponja të Arta, ku u vlerësuan personalitetet të diasporës për kontributin e tyre të shquar në fusha të ndryshme. Çmimet u akorduan për arritje në biznes, shkencë, artë dhe angazhimet komunitare, duke theksuar rëndësinë e rolit të diasporës si ambasador të Shqipërisë në botë. Mes tyre ishte edhe ish kryebashkiaku i New Yorkut, i cili u ngjit me plis në skenë për të mbajtur fjalimin e tij të rastit. Kryeministri shqiptar Edi Rama përcolli në rrjetet sociale një video kartolin nga mbrëmja emocionuese e shqiponjave të arta të diasporës shqiptare. Samiti i 4 i diasporës konfirmoi edhe një herë se shqiptarët kudo që ndodhen mbeten të lidhur fort me rrënjët e tyre e të gatshëm për të kontribuar në zhvillimin e vendit. Shqiponja të Arta nuk ishte vetëm një simbol vlerësimi, por edhe një mesazh bashkimi dhe krenarie kombëtare. Ky aktivitet pritet të shërbejë edhe si një piknisje për projekte të reja bashkëpunimi, si dhe për forcimin e mëtejshëm të rolit të diasporës në të ardhmen e Shqipërisë. Ndërkohë këtë të mërkur mbahen edhe punimet e sesionit të fundit të edicionit të 4 të samitit të diasporës në Tiranë, që bëri bashkë shqiptarët nga 38 vende të botës.